Alba e përkufizoi Claude-in përmes 3 elementeve kyçe, duke e parë jo thjesht si një banor të zakonshëm, por si një lojtar që vepron me kujdes, në heshtje dhe me plan afatgjall. Për të, Claude nuk është impulsiv, por i kalkuluar. Nuk sulmon pa arsye dhe nuk del hapur pa pasur diçka në dorë. Së pari, sipas Albës, Claude mbledh informacione. Ai dëgjon më shumë se sa flet, bashkon më shumë se sa reagon. Çdo bisedë, çdo debat, çdo fjalë e thënë në nerva për të është material. Alba beson se Claude ruan në mendje detaje që të tjerët i harrojnë, pikërisht sepse e di se një ditë mund t'i duan. Nuk i përdor menjëherë, por i mban si kartë rezervë. Së dyti, Alba thekson se këto informacione nuk mblidhen kot, por me qëllim që t'i ketë kundër tij në momentin e duhur. Kur situatat ndërlikohen dhe tensionet rriten, Claude, sipas saj, është gati të nxjerrë gjithçka që ka mbledhur për ta kthyer debatin në favorin e vet. Jo domosdoshmërisht për të thënë të vërtetën e plot, por për të goditur aty ku dhem më shumë. Dhe së treti, Alba mendon se Claude i përdor këto fakte si mbështetje për veten, për të justifikuar qëndrimet e tij kur përplaset me dikë. Kur ngatërohet në debat, ai nuk mbështetet te emocioni, por te informacioni që ka grumbulluar më herët. Kjo i jep atij siguri dhe e bën të duket i fortë. Edhe kur situata është kundër tij, për Albën, kjo mënyrë loje është e rrezikshme, sepse nuk shihet menjëherë. Claude nuk shpërthen, nuk provokon hapur, por pret. Dhe pikërisht kjo pritje e bën më të vështirë për t'u lexuar. Ajo e sheh si një lojtar që ndërton themele në heshtje dhe i përdor kur askush nuk e pret. Ky përkufizim i Albës nuk është thjesht kritik, por paralajmërim. Ajo mundohet t'u tregojë edhe banorëve të tjerë se përballë një lojtari të tillë duhet kujdes, sepse loja e tij nuk duket sot, por nesër. Dhe kur përplasja vjen, ai është i përgatitur. Në fund, për Albën, Claude është shembulli i lojtarit që nuk fiton me zë të lartë, por me durim. Një lojtar që nuk luan për momente.